Kryetari i Frymës së Re Demokratike Bamir Topi akuzon kryeministrin Berisha se po shkatërron sportin shqiptar gjatë aktivitetit përmbylljes të rinisë së FRD-s, e cila për 2 javë ka zhvilluar një mini kampionat mes të rinjve të njësive bashkiake në kryeqytet. Zoti Topi tha se kryeministri po shkatërron sportin elitar në vend, bazuar në paragjykime. Kam informacione të plota që këta që po merren me politikën, sidomos kreu i ekzekutivit kërkon që t'i heq Tiranës identitetin e fundit që lidhet me historinë e këtij qyteti, që është pikërisht Sport Klub Tirana. Një njeri që nuk besoj t'i ketë rënë ndonjëherë topit me këmbë, por shumë i afër të shkelmuar dhe të shkallmuar gjithçka me këmbë, me shkelma, mbi bazën një paragjykimi i cili unë jam i bindur së pari futbollistët e Tiranës, gjithë brezave, pastaj edhe sportdashit, do t'i largohen pikërisht këtij njeriu që e ka shkatruar dhe po vazhdon ta shkatërrojë. Zoti Topi tha se Fryma e Re Demokratike ka një platformë të qartë për zhvillimin e sportit në vend dhe kjo, tha ai, mund të arrihet vetëm duke larguar politikën nga sporti. Ne dëshirojmë që të rikthejmë traditën e sportit, të kthejmë traditën dhe emrin e madh të këtyre ekipeve, dhe kjo t'jeni sigurt që nuk vjen nga politika, po vjen nga vetë sportet. Politika atë që duhet bëjë, duhet të krijojë hapësira për gjithë dhe ta trajtojë sportin ashtu si sport. Nuk mendoj që sporti sot mund të jetë një apendiks i politikës për ta shfrytzuar për situata elektorale. Kreu i Frymës së Re Demokratike Bamir Topi në këtë aktivitet shpërndau kupën si dhe certifikata për të gjithë anëtarët e ekipit fitues të rinjve të mini bashkisë nr. 1.